Fshati Linë është shpallur ansambël arkitektonik urban, duke i dhënë një tjetër shtysë zhvillimit turistik në këtë zonë. Sipas Amanda Cici, drejtoreshe e trashëgimisë kulturore në qarkun e Korçës, ky status i ri ndërthur trashëgiminë kulturore, atë natyrore dhe bashkëjetesën komunitare. Ky status sjell përfitimin për fshatin Linë në pjesën e ruajtjes së trashëgimisë të ndërtuar, promovimin e fshatit Linë si dhe zhvillimin më të qëndrueshëm dhe më të kujdesshëm për të ruajtur vlerat të cilat ai përmban. Kriteret e ndërtimit do të jenë më të kufizuara si në pjesën e ruajtjes së materialit të gurit, kompozimit të ndërtesës, kompozimit hapësinor në pjesën e formacionit të ndërtimeve. Froseda Tole, një nga arkeologët që e njeh më së miri këtë fshat, tregon se ky status e çon në një hap më tej Linin, duke përfshirë edhe gjetjet arkeologjike të zonës. Në fakt, e gjithë zona e fshatit Linë, ashtu siç është shpall ansambël arkitektonik, unë do ta quaja edhe një ansambël arkeologjik, sepse ka një gamë të gjerë gjetjesh, jo vetëm objekte, por edhe site arkeologjike në të gjithë zoneve, duke filluar që nga prehistoria edhe deri në mesjet, ku padyshim ai xhevairi kryesor në këtë pjesë mund të themi që është Bazilika e Linit. Duhet thënë që palafitet që prej dhjetorit të vitit 2024 janë shpallur zonë arkeologjike A, e cila është një tjetër vlerë e shtuar për sa i përket mbrojtjes ligjore të gjithë zonës. Statusi ansambël arkitektonik urban ka qenë një nga kërkesat kryesore të UNESCO-s për palën shqiptare, pas debateve se liçeni i Ohrit rrezikonte të dilte nga zona e mbrojtur. Me këtë ndryshim pritet të rritet ndjeshëm numri turistëve vendas dhe të huaj në këtë fshat.